Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, bëhu i dobishëm. Besimtari është i dobishëm fillimisht për vetveten e tij, duke mundu ta shpëtojë vetveten e tij dhe të afërmit e tij, me pastaj edhe për të tjerët, për shoqërinë dhe rrethin e tij të cilën e ka për rreth tina. Bëhu i dobishëm si në aspektin e dunjas, si dhe në aspektin e ahiretit. Mos haro hisën tënde që e ke nga dunjaja. Për arsye se Allahu po thon në Kur'anin famullar, "Wala tansa nasibaka min ad-dunya", dhe mos e haro hisën tënde nga kjo botë. Besimtari nuk guxon të bëjë padrejtësi vetvetes. Andaj bëhu i dobishëm. Bëhu i dobishëm duke qenë në shërbimin e vetvetes tone në të mirat të cilat Allahu t'i ka dhuruar. Duke munduar të jesh një njeri i pastërt, një njeri i vyshëm për shoqërinë, si në aspektin intelektual, si dhe në aspektin e shpirtëror. Duke mundu të jesh i dobishëm, mundohu edhe ndaj të tjerëve. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Njeri më i mirë është ai njeri i cili është i dobishëm ndaj të tjerëve. Mundohu të jesh i dobishëm ndaj të tjerëve duke mos u bë lyps, duke mos u bë ai i cili vazhdimisht kërkon, dhe je ai i cili vazhdimisht kërkon të ledhatohesh. Bëhu i dobishëm duke mos e shli dorën tënde që të tjerët të japin lëmosh apo të japin sadaka. Bëhu ai i cili ti u bën të tjerëve mirë, ju jep sadaka, i ndihmon. Në këtë formë do jesh i dobishëm, për arsye se Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dojkan njeriu i cili është i dobishëm për të tjerët. Po që të bësh i dobishëm për të tjerët, duhesh fillimisht të jesh i dobishëm ndaj vetvetes. Studenti duke mësu, punëtori duke punu, dhe ai i cili është fëmijë duke u mundu që të morë një kulturë të mirë dhe të jese në shërbimin e të tjerëve. Lut Zotin e Madh që Allahu të na bëjë të dobishëm në muajin në të cilin ka dobi dhe nxjerrmi dobi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.